para kemi rritit numrit të ankesave qytetarëve, është shifër rekord që kemi pas vitin e kaluar, që është mbi 2500 ankesa që kemi trajtuar gjatë vitit. Kjo është një tregues që qytetarët janë më të vetëdijshëm për raportim dhe qytetarët besojnë gjithnjë më shumë në trajtimin e ankesave të tyre, mirë po dhe pasqyrojnë sigurisht edhe probleme brenda strukturës policore. Proporcionalisht është rrit edhe numri i referimeve të rasteve në prokuri, kallëzime penale, edhe numrit të suspenduar apo dhe të arrestuar. Pra viti që shkoi ka pas shifra që janë në rritje, mirë po ne më shumë e shohim si rritje besimit dhe rritje e raportimit, sepse nuk është që shohim që ka pas në një ndryshim të madh në mënyrën e funksionimit të policisë prej vitit 2024 në vitin 2025, mirë po çdo vit më shumë qytetarët janë më të vetëdijshëm, mënyrat për të raportuar janë më të lehta, ne kemi krijuar edhe linjën e 4 që funksionon 24 orë pa pagesë, kemi krijuar sistemin online përmes webfaqes, kemi zyrët rajonale dhe zyrën qendrore, është mundësia përmes stacioneve policore, janë disa 5-6 mënyra që qytetarët kanë mundësi ta adresojnë ankesën e tyre, tashmë edhe përdorimi i teknologjisë dhe telefonave ka bërë që secili qytetar në kohë reale mundet me paraqitë ankesën, dhe ndoshta kjo është edhe një faktor tjetër që ka ndikuar që raportimi të rritet, dhe si pasojë të rritet pastaj edhe numri i referimeve penale që ne kemi bërë në prokuri, po edhe i masave që kemi ndërmarrë.